Dhjetra të ri festonin buzdeti tek Principotes, një ndër lokalet më të frekuentuara në Ksamil. Kur kishte kaluar mesi i natës, turisti portugez Luis Miguel Varela Mendes u përfshi në konflikt me punojësin e lokalit, 29 vjeçarin Sokrat Vata. Paraprakisht thuhet se sherrri nisi për një vajzë, por përfundoi në goditjen fatale. Gjatë konfliktit 20 vjeçari është nxjerr jashtë ambienteve të beach barit ku është lënë pa jetë në zonën e plazhit. Një nga detajet më tronditëse të ngjarjes është fakti se trupi të riut është lënë jashtë për gati 3 orë deri në momentin kur u zbulua nga policia. Burimet bëjnë me dije se turisti kishte marrë disa goditje me thik në shpinë dhe në krahëror, plagë të cilat i kanë shkaktuar vdekjen. 42 persona janë shoqëruar për të marrë në pyetje në policinë e Sarandës. Ndërkohë është arrestuar Mojsid Matusha, i 24 vjeç, polici kufirit në Gjirokastër. Ai dyshohet se ka ndihmuar autorin të largohej pas vrasjes së të riut. Nga hetimet rezulton se Matusha i punonte edhe si bodyguard i Principotes. Autori dyshuar, Sokrat Vata, është person me precedent në Angli, por që ishte punësuar në vendin që mbledh qindra turist. 29 vjeçari me origjinë nga Hasi e goditi turistin me thik dhe më pas tentoi të arratisej, por u prangos në Levan të Fierit. Këto janë momentet e arrestimit kur forcat e policisë e nxjerrin nga bagazhi i makinës. Bashkë me të u shoqëruan edhe 2 turq që po e ndihmonin të arratisej. Në pamje shihet se pantallonat i ka ende të gjakosura. Vrasja e turistit portugez ka tronditur pushuesit në Ksamil. Një gjë që trondit gjithë opinionin, se tani kemi marrë 30 pushime dhe të ndodhi vrasja këtu është krim. Ta kemi marrë me 2 fëmijë të vejtë tani këtu në plazh. Tani ta marrin vesh fëmijët ata tremen. Na vjen shumë keq që ndodhi kjo punë për ne. Se nuk ku dëgjon që është ky krim. Na erdhi shumë keq kur e morëm vesh, drejt me thënë se gjithë ky rregull, edhe këta të bashkisë kujdesen, vinapin çadrat. Shumë keq, shumë keq. Të ndodhin vrasjet në... Nuk e di se është puna, po shumë keq. Nuk është mirë për ne. Për autorin e dyshuar, Sokrat Vata, deri tani dihet se kishte precedent në Britaninë e Madhe. Në 2024 ka qenë i dënuar me 5 vite burg për shpërndarje kokaine dhe hashashi. Rrethanat se si u lirua dhe u rikthye në Shqipëri mbeten për të sqaruar gjatë hetimit.